Kur kanë bë bajram, fillimisht kanë shku te vorrezat, pastaj kanë shku në shtëpi. Pra fillimisht kanë bë bajram me të vdekur, kështu ka qenë lloj tradite. Ka shumë prej tyre që thonë ne nuk kemi bajram. Kjo është gabim. Kanë dalë para dite, femrat kanë dalë pas dite. Sidomos ka qenë fokus ajo familje që atë vit ka marrë nuse, kanë shku do thotë femrat, gratë te ajo familje dhe ka qenë një kënaqësi e veçantë. Te djeju ke përgjigj. Qysh ka mundsi sonte në mramje mja thy urdhnin. Në fakt bajrami është për të gjithë, sepse bajrami parimisht është për gjallët, nuk është për të vdekurit. Unë po e bëj edhe një elaborim shtesë. Ka qenë kjo më e njohur, po themi para luftës, në tërësinë Kosovë, ndoshta në disa zona ka mbet që kur kanë bë bajram, fillimisht kanë shku te vorrezat, pastaj kanë shku në shtëpi. Pra fillimisht kanë bë bajram me të vdekur, kështu ka qenë lloj tradite në vendin tonë në tërësi, po flasim deri në vitet e 90-ta më pas. Kjo është gabim, sepse bajrami është për të gjallë, edhe në raste të tilla, edhe nëse ka pas raste të vdekjes në familje, ka shumë prej tyre që thonë ne nuk kemi bajram. Kjo është gabim, sepse bajrami është festë e cila vije si shpërblim për ata të cilët kanë agjëruar, do thotë pas Ramazanit ose festa e Kurban Bajramit. Prandaj nuk qëndron fetarisht kjo, madje këto janë bestytnidhe në mendimet të njerëzve që do të thotë nuk duan ta përzin gëzimin me hidhërim. Jo, antari i familjes ka vdek, mirë po njerëzit e gjallë duhet të jetojnë, duhet të punojnë, duhet të festojnë madje, qoftë Bajramin, kanë më u martu të tjerë që janë gjallë kështu me radhë. E kaluara, nëse marrim të kaluarën tonë të para luftës, ne jemi përballë me krizat shumëta, me kriza ekonomike, me kriza politike, me kriza, do thotë, nuk kemi pas siguri të mjaftueshme, dhe kjo ka bërë që jemi një siklet, sepse ke shku me fal Bajramin, edhe ke pas postbloqe, ke pas pengesa prej ish sistemit hegemonist sërve, mirë, po në aspekte tjera, do të populli si popull ka pas lumturi ma shumë, ka pas gëzim ma shumë, sepse ka qenë ma afër njëri tjetrit. Por ka pas të dy anë e bardha dhe anë e errta, po themi ashtu. Dorso në kohën që jemi, mendojmë se nuk ka vend për ankesa. Falë Zotit, tani xhamit janë të stërmbushura, rrugët janë të stërmbushura, gjithanej boqet gëzimi, fjalë miradije, pra unë mendoj se nuk ka vend për mos lumturi kohëve të fundit ose viteve të fundit, sepse tani më në vendin tonë jenë pjek kushtet që ne të jemi të barabartë me shoqëritë të tjera evropiane, si në aspektin ekonomik, si në aspektet të tjera. Pra, falë Zotit, do thotë, pastaj dhe institucionet e vendit tonë që majnë në ranë dhe ka siguri, i bie që secili, edhe komunitetet tjera, po me theks veçan ne si komunitet më i madh, ne jemi shumë të lumtur, shumë të gëzuar, do thotë, gjatë festimit qoftë të Fitr ose Kurban Bajramit. Gjithsesi që ne duhet ta trajtojmë këtë fenomen për faktin se nuk ka qenë traditë e vendit tonë. Unë po flas atë që e kam përjetuar deri në vitet e 90-ta, kur ka pas festa Fitr Bajram ose Kurban Bajram, rinia, shoqëria ka dalë tek të afërmit, madje edhe në përlagje, qoftë në qytet, qoftë në përfshatra. Meshkujt kanë dalë para dite, femrat kanë dalë pas dite, sidomos ka qenë fokus ajo familje që atë vit ka marrë nuse, kanë shku, do thotë, femrat, gratë te ajo familje, dhe ka qenë një kënaqësi e veçantë. Prej viteve të 90-ta ka fillu kara është largu dhe tani nuk ekziston kjo, dhe është zavendësu me atë që ju e thatë, pra me neja të natës, e që mendoj se fillimisht si tradit nuk krahasohet kjo me atë që ka qenë. Ndërsa ai fenomeni që ju e thatë që një person, një grup i shoqërisë kanë agjeru një muaj për Zotin e madhëreshëm, pra e kanë stopu vetveten nga ushqimi, pijet, kënaqësitë për Zotin e madhëreshëm. Ky Zot është që e ka ndalu alkoolin. Prandaj është çështje e gabueshme. Pra alkooli fillimisht të si pije ndalune. Pse është ndalu? Është ndalu për shkak të dëmit që i sjell personit. Andaj, konsideroj se përzierja këtyre dyjave e zbehat parën. E zbeh, nuk mund të them që nuk i pranohet, po e zbehat parën. Pra ky Zot i cili te djeju ke përgjigj, që shka mos i sonte në mramje mja thy urdhnin. Prandaj është gabim dhe unë bëj thirrje që ta shfrytëzojnë muajin e Ramazanit për braktisje të dukurive negative, se Zotën, siç thamë edhe më herët, muaji i Ramazanit është shkollë e përmirësimit, është shkollë e edukimit, është shkollë e vetëdijsimit. Ne duhet të vetëdijsohemi gjërat e cilat janë negative, qoftë si fjalë, qoftë si shprehi, qoftë si veprime, qoftë si sjellje.
ne do t'i braktisim, por siç i braktisim muaj Ramazanit, do t'i braktisim edhe jashtë Ramazanit, se zatën ky është mesazhi i Ramazanit, që një muaj shkollë, 11 muaj praktik, që i bie se muaj tjetër praktik. Prandaj unë ftoj rinjën që të largohen nga këto veprime, do thotë që nuk janë korrekte, nuk janë të mira, sepse nuk i sillin mirë as personit e as shoqërisë.